përafërsisht 30 punëtor. Riparimin e thellëve për garazhin e Porsche's, garazhin e Bentley's, kemi pas edhe Bugatti në punëtoritë tona. Kemi 4 pika SOS Jean Cassé. Këtu e menaxhoj krejt punëtorët edhe punën çka bëjmë, për mi 140 copa bëjmë ditë. Rrugtimi im ka fillu prej moshës 13 vjeçare. Kam marrë 96-97 në Lozan, jemi instalu me familje. Kam pas një fatkeqësi në familje, baba jem ka vdek në Lozan, edhe jemi kthy prapë në Kosovë. Filloi lufta në Kosovë 97-98, kemi ardhur prapë në Zvicër. Mas luftës prapë jemi kthy, edhe si vet kam marrë në 2002-ën pa familje. Edhe kam fillu me riparimin e thellëve. Mas pari kam fillu si me rrogë, punëtor. Në atë kompani ku kam punu si punëtor, kemi bon karoserien, kemi bon pastrimin e kjera, po edhe ka qenë punëtoria për riparimin e thellëve disqeve në Shqip. Kur aja kompani bëri humbje në 2005, zanatin e kom marrë në atë kompani, atëherë kam vendosë me kriju kompaninë time. 2007 kemi dalë këtu, SOS Jean Cassé tash e ka emrin, jemi përafërsisht 30 punëtor që punojmë non-stop. I bëjmë riparimin e thellëve për garazhin e Porsche's, garazhin e Bentley's, kemi pas edhe Bugatti në punëtoritë tona. Do të thonë jemi reparator agrej Amogit, do të thonë ndreqëm bandashat për Amogin, jemi të autorizuar me ndreq bandashat e Amogit, që është grupi Volkswagen, Skoda, kanë edhe Porsche, kanë shumë marka në Zvicër. Njashtu edhe Emil Frey, që është shumë garazh dhe madhe në Zvicër. I kanë disa koncesione, gati tana markat që importojnë, janë importor direkt, ne i ndreqim bandashat për ato garazhta. Këtu ku jemi sot është pika parë, këtu ku fillu në lokali parë ka qenë mas juve, është një atelier parë, kur tani kemi dalë edhe këtu ku jemi sot. Hapësirë më e vogël, jemi rrit, dhe me thonë 2007-2016 jemi rrit pak. Kërkesa madhe, puna madhe, na ka detyru me ndru punëtorien, me dalë punëtoria tjetër kun, e na këtu ku jemi sot, ku kom fillu, me majtë vetëm makinat, dhe me thonë klientat i binë makinat këtu, ne i smontojmë edhe thellëve, disqet, përfundojnë punëtori, për më riparu edhe kështu që tani prapë kthehen këtu, montohen në makinë edhe klienti e merr makinën nga këtu. Këtu është birovi edhe recepcioni. Tani në 2010 kemi startu në Lozan, Monsur Lozani kemi pikën e dytë. Pika tretë kemi startu në Sion, 2019, atje kemi edhe shopin e disqeve dhe të gumave, ku shesëm, edhe ndreqëm edhe shesëm. Edhe në Verdon e kemi një pikë grumbullimi, kur aty e kemi edhe salonin e kerrave Real Automobil quhet, kështu që e kemi 4 pika SOS Jean Cassé, një shop SOS Jean Pneu, edhe Real Automobil kemi parkun e makinave okazion. Rrugtimi ka qenë shumë i vështirë, se fillimisht kom fillu vetë, s'kom pas punëtor, do më thonë vetë ndreqje, dërgesa e klientit, pastaj kom fillu të marrë 1 punëtor, 2 punëtor, sot jemi 30 punëtor. Ja kom nisë me një hapësirë shumë të vogël, i përafërsisht 200 metra katror. Sot i kemi 500 metra katror këtu ku po flasim, 1000 metra katror është punëtoria ku i ndreqëm bandashat, edhe pika tjera janë 100-120, edhe njëna është 150 me 26 parkinge për makina. Djali ja ka nisi apprentissage me marrë zanat të une, edhe pastaj ka marrë zanatin të na, ka marrë diplomën, edhe tash është përgjegjës mbasqitjes, edhe ndihmës shefit punëtorisë në atelier. Ka qenë shumë e vështirë në fillim, po serioziteti im, puna e suksesshme, puna e garantume nga ne, vetëm ka kriju klienta të ri, nuk kemi hub klienta asnjë. Kështu që na ka mundësu më rritë mrena 20 viteve, mi bon këtë qëto që i kemi tash. Në 2007, kur kom fillu unë, kam qenë i dyti në Zvicrën Romond, ku flitet frangjishtja që i ndreqin thellët. Tash ka konkurent, po jemi ne
Po thajmë numër 1 në Zvicrën ku flitet frangjesht për riparimin e fellneve. Riparimi i fellneve bëhet kur të lakohen nëpër gropa ose krisin ose grithen nëpër trotuare. Ne përmes me ndru bandashin me bon 3, ne ja japim edhe një jetë bandashit, e bëjmë 3 prap. Edhe është më ekonomike financiarisht, edhe bëhet prap si i ri, sikur që ka qenë i ri. Klientat tonë përgjithësi janë profesional, garazhat marka me renome, markat njoftne, Porschea, BMW-ja, gjitha markat e njoftne. Përndryshe ka edhe shqiptar, ka edhe garazhda shqiptarve që vinë te une, janë edhe ata suksesshëm, ta shkone fundit shqiptarët kanë arrit me qenë suksesshëm gjitha lamit, po edhe në lamien e automobil, dhe me thonë të kerrëv. Ka edhe klienta privat që vinë shqiptar këtu direkt, ndreqin makinën edhe hecin. Nuk kam besu shumë, po kam qenë shumë serioz edhe kam punu shumë. Dhe me thonë fillim kam qenë që shtash ma herët i vetëm, ka ndodhë rasti kam punu teri në 2 natës edhe në mëngjes prap në 6 kom marrë në punë apet të ditën. Dhe me thonë puna e pandalur, serioziteti, kualiteti edhe arritja deri këto. Me qenë precis, serioz edhe me respektu afatet kohor, me qenë loyal e i drejt, nuk ka problem në nacionalitetin që fare ki. Nuk qenë më rëndësi kjo punë. Puna kur kryet me seriozitet edhe me sukses, harrohet puna, aje shqiptar, aje zvicran, nuk ka rëndësi. Lidhjen me Kosovën kur se kemi nalë, gjithë kemi lidhje, unë kam nanën atje edhe atje edhe këtu vjen. Përndryshe jam sponsor që 20 vjet gati në FC Kosova në Gjenevë. Jam member i dhomës të komercit Zvicër-Kosovë dhe aktivitetet kur nuk i nalim edhe shkoj shpesh në Kosovë. Po për me qelë një biznes atje njëherë nuk e shoh si prioritet, presim i këqyrimi ma vonë, ta shohmi si po shkojnë senet. Kam filluar punën që nga viti 2013. Në fillim kam qenë veti dyti, me thonë në këtë kompani kena startu 2-3 persona kemi qenë, dërsa tani jena mbi 30 persona. Kena një ekip shumë të mirë, tani jam përgjegjës i kësaj punëtorie këtu. Punën me fellne, do me thonë e kemi si specialitet dhe bëjna me shumë përkushtim. Mund ta quaj se është punë artizanale, sepse shumicën e rasteve punën e bëjmë me dorë, jo çdo herë me makinat që i kemi. Dhe ndonjëherë kena edhe personalizime, kena lloj-lloj kërkesa të klientëve që dëshirojnë, do me thonë, ndryshimin e formës, ngjyrës, kështu me radhë. Kom nisën e kur e kom pas me gjetë sezanot këtu, sezanc, tani ja kom nisë me mësu punën, e tash rrethin e punës e di gati shumicën krejt. Jam kraj djathë babit tem, këtu e menaxher krejt punëtorët edhe punën që ka bojmë, për 140 copa bandasha bojmë ditë. Përgjegjësia është shumë e madhe, se na vinë shumë bandasha dhe janë klientat diferent. Na vinë 100 bandasha, 100 klienta diferent që ka mundësi se janë histori diferent, ma urgent, e kanë prek këta, duhet me nërresh bandashin sa ma shpet, e kanë qitë kjerin. Çdo tipet historie kena këtu, e stres kena shumë, po mirë, që se kam edhe Ardjani për me mujtë mu më mu, e na dhe na dy mirë me punë, me këtë që me ecë puna sa ma shpet, sa ma mirë. Në këtë pikë, e shmontojnë gumat tani shkon në për pika tjera, shka e marrin punëtor në dorë, për me mujtë me nërresh bandashat, e tani dalin komplet ri. Këto jenë atë pika Monsor Lëzen, pika shka është ma pratike për klienta me mujtë me lonë kjerat, shka janë ofër Lëzanës. I kena një punëtor këtu shka shmontën rotat e shoferi Lëzanës e merë këtu e qenë Gjenevë. Tani e qenë apet këtu për me mujtë me montu klientat. Mujna me ba dhe me ndru gumat, kur është perioda me ndru gumat, këtu mujna ka mundësja dhe me ndru veç gumat e jo me nërreq fellnat. është ma pratike për klientat. Pika Real Automobil në gjendjet një Verden, është pika 3. Për dalim për tjertëve, është firmë tjetër,
shka shitëm kjera, edhe dorëzojmë bandosha, mujna me përdur për 2 firma, edhe për restoran kese, edhe për real automobil. Është jashtë autobanit, mrena 1 orë gati Kretikin, 1 orë është Gjeneva, 30 minuta Lozana, 1 orë Berni, kretë është ofër, pe qëtë pikë. Klientat e dinë këtu se jena qelë në vesh mërkurën caba dhe shtunën caba. Klientat për bandosha, edhe për me blekjera, unë edhe reale mirëm vesh për qëtë punë. Kjerat pak ma të foqeshëm, për shejës, udijës, qëta kjera që se kategori pak ma naltë, jena ma shumë ekspertizum edhe neve, pe punës shka i kena e së zhonë kese, janë shumica kjera të fuqishëm edhe shtrajta. Jam Real Kryziu nga Prizreni, pronar i 4 garazhdave në Zvicrën frankofone.